Dikura I ka qenë nxënës I shkollës profesionale Shërbime në Korçë, teksa sot është I punësuar si shef kuzhine në një prej restoranteve më të mira të qytetit. Për të ndarë eksperiencën e tij, Eriglanti Zylyftar ka zhvilluar një orë mësimore praktik profesionale me nxënësit e drejtimit hoteleri turizëm të kësaj shkolle. Unë kam nisur nga kjo shkollë si nxënës, ku mora hapat e mi të parë dhe më pas duke u punësuar në një prej bizneseve të qytetit, arrita të bëj praktikën dhe sot jam shef në një ndër restorantet më të mirë të qytetit, duke parë fushën e turizmit sa nevojë ka për këtë lloj profesioni, u bëj thirrje të gjithë të rinjve që të vinë në këtë shkollë, të vazhdojnë studimet e tyre dhe pse jo të ngjiten në shkallat e hierarkisë ku unë jam sot. Këto orë mësimore shërbejnë për të motivuar nxënësit e kësaj shkolle, duke I inkurajuar ata që të besojnë në aftësitë e tyre për të arritur suksesin. Praktika profesionale që bëjmë me ish-nxënës të kësaj shkolle është mjaft e rëndësishme sepse për ne është një hap shumë I madh për të dalë në tregun e punës, sepse nga ata ne mësojmë hapat e para të cilat na vlejnë jo vetëm në shkollë, por edhe në jetë. Këtë vit shkollor janë regjistruar pranë shkollës profesionale Shërbime në Korçë rreth 80 nxënës, teksa në total në të gjitha drejtimet që ofron kjo shkollë ndjekin studimet rreth 400 nxënës.